Përshëndetje miq, do të flasim pak për një ndodhi që do të ndodhi në 29 maj. Një planet në astrologjin vedike që quhet Rahu, që është planeti hije. Rahu hyn në shenjën e Ujorit në 29 maj. Dhe do të qëndrojë aty për 18 muaj, dhe çfarë do thotë kjo për ne ose për njerëzimin. Një nga interpretimet është që do të kemi shumë udhëtime, mashtrimesh në hapësirë, risi, zbulime të reja teknologjike, gjithashtu inovacione në teknologji, digitalizmi më i madh, inteligjenca artificiale do marri për masa të reja, elementi ajër është shumë i fuqishëm tek Rahu, gjithashtu Rahu është i bashkuar dhe me Saturnin. Stuhi të fuqishme, është një energji e patoksuar, është në ajër, gjë që na sjell tek neve njerëzit më shumë iluzione mendore. Njerëzit do të jenë shumë të fiksuar me suksesin, sidomos Instagram, rrjetet sociale. Njerëzit do fiksohen, mos i lejoni marzit e internetit t'ju pushtojnë mendjen. Ti me mashtrimesh në hapësirë, sepse për shembull gjëra nga qielli që do krijohen, gjasmi që vjen nga qielli, apo janë UFO, ose udhëtime në hapësirë, iluzione, Katy Perry ose këto gocat blu që shkuan këto ditë gjasme në hapësirë. Akoma, domethënë, njerëzit nuk shkojnë në hapësirë sepse nuk lejohet të shkosh me këtë trup fizik, nuk ka shkuar as në Hënë as në Mars.